Prokuria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur të shtysë sërish hetimet për ish-zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj lidhur me dosjen e incineratorëve në Elbasan. Pas një shtyrje të mëparshme prej 3 muajsh, organi i akuzës ka vendosur të marrë kohë deri në muajin shtator duke përfunduar hetimet, duke qenë se ende nuk kanë ardhur të gjitha përgjigjet e kërkuara nga letër porosit që janë dërguar drejt Zvicrës. Arben Ahmetaj jetohet në mungesë në mas sigurie dhe akuzohet për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë në lidhje me prokurimin dhe menaxhimin e incineratorëve në Elbasan. Në këtë dosje janë përfshirë edhe ish-bashkëshortja dhe ish-bashkëtuesja Ahmetaj, të cilët akuzohen për pastrim parash dhe ndaj të cilëve janë vendosur sekuestro mbi disa pasuri gjatë javëve të fundit. Kjo është hera e 4 që SPAK vendos shtyrjen e hetimeve për ish-zyrtarin e lartë duke shtyrë afatin përfundimtar të procesit në 23 shtator 2025. Deri atëherë pritet që prokuria të marrë përgjigjet e nevojshme nga autoritetet zvicerane dhe të kryejnë hetimet mëtejshme për zbardhjen e plotë akuzave për këtë çështje. Procesi hetimor mbetet në fokus të opinionit publik për shkak të rëndësisë së çështjes dhe personazheve të përfshira, ndërsa SPAK thekson angazhimin për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në nivel të lartë.